Pas 30 ditëve agjërimi, lutjesh dhe veprash të mira, besimtarët musliman kthehen në festën e Fitër Bajramit, një ditë gëzimi dhe bashkimi për familjet shqiptare. Kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, Bujar Spahia, përmes një mesazhi urues theksoi se Ramazani ishte një udhëtim shpirtëror që forcoi besimin dhe solidaritetin ndërmjet njerëzve, duke i kujtuar të gjithëve rëndësinë e mëshirës, dashurisë dhe ndihmës së ndaj të varfërve. Ramazani ishte një udhëtim shpirtëror i përkushtimit, sakrificës dhe afrimit me Zotin. Përmes agjërimit, lutjeve dhe veprave të mira ne forcuam besimin ton dhe ndjenjën e solidaritetit me njëri tjetrin. Fitër Bajrami është festa që na kujton vlerat më të larta njerëzore, mëshirën, dashurinë, faljen dhe ndihmën ndaj atyre që kanë nevojë. Le të jetë kjo ditë një moment gëzimi, bashkimi dhe mirësie për çdo familje shqiptare. Pas faljes, besimtarët vazhdojnë festimet me vizitat e të afërmve dhe drekën tradicionale të Bajramit, duke shpërndarë gëzim dhe solidaritet në familje dhe komunitetin e tyre. Kjo ditë e veçantë shënon përfundimin e një muaji të shenjtë dhe nisjen e një periudhe të re shprese dhe bashkimi shpirtëror.